Kisha Katolike e Shqipërisë ka dërguar një ftesë zyrtare Papa Leonit XIV për të vizituar vendin, një vizitë që pritet të ketë një rëndësi të veçantë historike dhe shpirtërore për besimtarët katolik shqiptar. Nisma për këtë ftesë ka ardhur nga Konferenca i Peshmërore e Shqipërisë, ndërsa deri më tani nuk ka ende një përgjigje zyrtare nga Selia e Shenjtë. Megjithatë, autoritetet kishtare shprehen optimiste se Vatikani do ta shqyrtojë pozitivisht këtë kërkesë. Vizita e mundshme e Papës pritet të vendosë në qendër të vëmendjes qytetin e Shkodrës, një nga bastionet më të rëndësishme të katolicizmit në vend. Ftesa u bë publike gjatë aktivitetit për 130 vjetorin e shpalljes së zojës së Këshillit të Mirë si pajtore e Shqipërisë. Në kuadër të kremtimeve të vitit jubilar, janë planifikuar një sër aktivitete shtetare dhe kulturore, si dhe pjesëmarrja e një kardinali të rëndësishëm nga Vatikani. Pas ftesa për Papa Leonin e 14 është dërguar nga Konferenca e Peshmërore e Shqipërisë, nga gjithë i peshqvit dhe kanë konferenca që ka pas dëshirë të shpreh afërsinë Papës në një farë mënyrë duke e ftuar që të vizitojë vendin tonë, duke përfituar nga 130 vjetori si një rast shumë i mirë. Nuk duhet të harrojmë që Papa vetë është një agustinian ku në Shërbejnë, në Gjenacanu dhe është menduar që ti jepet kjo ftesë dhe ti dorëzohet kjo ftesë, e cila duhet fare akoma nuk kemi një përgjigje as pozitive as negative. Nga ana tjetër, sigurisht kardinali Makrikas është niveli më i lartë pas Papës, i cili do të vizitojë vendin tonë. Bëhet fjalë për kardinalin e një prej 4 bazilikave kryesore të kishës katolike, që është në Rom dhe një prej bashkëpunëtorëve kryesor të atit shahid në zhvillimin e misterit të tij Petrin. Nuk duhet të harrojmë se ai është rektor në bazilikën ku Papa Francesku vazhdimisht vizitonte para dhe pas çdo udhëtimi apostolik. Prandaj prania e një personaliteti të tillë mund të themi me plot gojë që është prania e një prej hierarkëve më të lartë që ekziston në Kishën Katolike. Një vizitë e Papës në Shqipëri do të konsiderojë një moment historik, duke forcuar lidhjet me Selinë e Shenjtë dhe duke rritur vëmendjen ndërkombëtare ndaj vendit.